E tash të dashur për të biseduar, po për të informuar më tepër mbi turneon që sapo përcollëm dhe kronikën mbi të, dje siç ceka u mbajt finalja dhe sot të ftuar kam nxënësin e gjimnazit Zeflush Marku dhe po ashtu lojtarin e këtij turneo, zgjodh lojtari më i mirë i ndeshjes dhe po ashtu i turneut, Lis Imirin që kam shumë kënaqësi ta kem sot në studio. Përshëndetje Lis. Mirësi Gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Vjen mirë të jam këtu. Na u mbajt finalja dje e turneut Faruk Ziqiri. Je tashmë pjesë ose nuk ka bëj që 2 vite e turneut, po zgjodhet si vjet edhe lojtari më i mirë apo i turneut. Si të bëri kjo të ndjesh? Kjo më bëri shumë të mirë për këtë arritje, edhe për shkollën, edhe për klasën ta përfaqësoj, edhe për golat që kam shënu, edhe pse që kam merituar. Sa gola shënove gjithsej? Gjithsej 7. 7 gola. Na sqaron pak për neve ndoshta që s'kemi pas mundësi ta ndjekim shumë, se është bëhet fjalë fillimisht për futboll të vogël apo jo? Po, sa ekipe ishit, si shkoi gjithë le të themi procesi? Ishim 64 klasa, domethënë 64 ekipe, dhe prej aty filluan vetëm të eliminohen në 16, 8, 4 dhe pastaj gjysmëfinalja dhe finalja e vogël këtë rast, sepse turniri ishte ndarë në 2 turneje të vogla, vitet e para me të dytat bashkë dhe vitet e treta me të katërtat bashkë. Domethënë bën le të themi 2 finale, nuk harojnë prapë dy fituesit bashkë. Po, dhe fituesit e viteve të para dyta luajtën kundër viteve të tretat katërt. Viteve të treta dhe të katërta. Kush bën përzgjedhjen e ekipeve? Përzgjedhjen e ekipeve i bën nxënësit të cilët janë miren me turneon, të cilët janë në çdo lojë aty, për ndihmën e lojtarëve, për gjykimin e lojës, për rregullat e lojës. Kurse brenda klasës, se pamë dhe pamjen, domethënë tuat po ashtu me shokët e skuadrës, kush e bën përzgjedhjen brenda klasës, apo është thjesht preferencë e? Është preferencë e jona, për më shumë zgjidhen ato të cilët luajnë futboll edhe jashtë shkollës, kush din më mirë, kush jo, ajo është normale. Tek ekipi jon ka pas 5 që kemi luajtur në fush dhe 3 rezervë. Ceka që disa nga ju luani futboll edhe jashtë apo jo turneut, për shembull ti në këtë rast je lojtari ekipit Rabotniçki apo jo, po. Si e këmbeni këtë përvojën edhe kundrejt ekipeve të tjera apo edhe në këtë rast me turneun? Si është ndoshta të luash për disa ekipe apo ti shkëmbeni këto përvoja me shok të klasës? Po, për neve është si jemi të përgatitur edhe për presion apo për loja më të rënda në këtë rast. Për neve që luajmë futboll e kemi pak më lehtë, por ne i motivojmë edhe tjerët që ta kenë më njësoj si ne, që të munden edhe ato të luajnë lehtësisht dhe pse jo të mundohen më shumë se neve. Gjithsesi, sepse je mësuar duke luajtur në fusha më të mëdha, nuk diskutohet, por besoj ndryshon ndjenja kur dje kishe të pranishëm me gjithë shkollën, aq shumë shokë dhe shoqe, duhet ke qenë një ndjenjë ndryshe. Po, ishte një emocion i mirë, i madh, kishte familjar të mi dhe të shokëve të mi, nxënësit e gjithë shkollës ishin aty, plus kishte edhe musafir tjerë, apo familjarët e të ndjerit. Dhe për neve ishte shumë emocioni i mirë për ne, edhe besoj që fitore jonë e ka bërë edhe më të mirë. Besoj, sepse një turnej rëndësishëm me vlerë, besoj ka një peshë të madhe, bëhet në kujtesë, si shenjë kujtese apo kujtimi për një njeri shumë të vlefshëm për gjithë gjimnazin dhe juve. E kuptonin, më thënë, e kuptoni atë peshen, e ndani atë ndjesin me gjithë që luajtë dhe që morët pjesë? Po, ne do ta kemi kujtim këtë gjithë jetën dhe gjithashtu fotot tona të klasës dhe të klasës të cilës luajtëm kundër në finalen, do t'jenë të varura edhe në rame në shkollë, që edhe gjenerata tjera pas nesh do ta shohin kush e ka fitu. Ashtu. Kur hyre në vit të parë, ishte qëllimi yti që ishe pjesë e turneut? Po, ishte gëzim kur erdhi koha e turneut, edhe pse ishte viti parë kishim pak frikë, se a do mundemi me më të mëdhej, do mundemi t'i fitojmë. Edhe mirë kalojmë fillim, lojën e parë të dytë fitum, për lojën e tretë fatkeqësisht humbëm. Dhe këtë vit u desht ta kalojmë atë që kemi kalu
vitin e kaluar. Çfarë ju motivoi si vjet? Vitin e kaluar ishte edhe viti i parë dhe si gjimnazist, po edhe pjesë e turneut apo jo? Po. Çfarë ju motivoi ndoshta si vjet më shumë që të arrin këtë fitore bindse? Më shumë ishte humbja e vitit të kaluar, se nuk dëshim ta përjetojmë atë që kemi kalu vitin e kaluar dhe vjet ishim të mërzitur pas asaj, dhe donim ta fitojmë këtë vit, ju tregojmë që dim të luajmë futboll dhe mundemi ta fitojmë turneun e shkollës. Sa ko merr i gjithë turneu? Flasim për 64 klasa, nëse nuk gaboj apo jo, dhe pastaj ndarja në grupe. Sa ko merr e gjithë turneu dhe sa besoj duheni të gjeni kohë mes mësimesh edhe për këto stërvitjet edhe për trajnimet së bashku? Po turneu gjithsej merr dikun 2 javë paravarësisht. Vitin e kaluar ishte 2 javë fiks, po këtë vit ishte 1 javë gjysmëvjetorin e parë dhe pastaj vazhdoi gjysmëvjetorin e dytë. Dhe ishte një kohë e mirë. Po. Sa ko marrin gjithsej ndoshta stërvitjet që keni së bashku apo këto trajnimet që bëni, apo thjesht kur vije koha për lojrat, për ndeshjet? Ne zakonisht kemi bërë stërvitje në orët e fiskulturës, atëherë kemi pas më shumë kohë dhe nuk është që na kanë dalë shumë, po besoj që kemi pas të kimi ndërmjet lojtarëve dhe kemi mundur t'ja dalim. Ashtu. Besoj edhe shoqëria ndihmon këtë pjesën apo jo, nëse jeni dhe veç shok dhe siç e thekë shumica jeni edhe lojtar ndoshta jashtë për ekipet e tjera, kështu që sadopak e ka të vetën ajo. Po, njihemi, e dim kush si e ka lojën dhe është më lehtë për neve kur njihemi. Ti në çfarë pozicioni luan? Unë në turne luajta si sulmues, edhe për fat mirë dash shumë golla aty dhe shumë asistime bëra në turne, por pa ndihmën e shokëve të mi të klasës nuk do t'ja kisha dalë. Si e ndat gëzimin? Festuat pas fitores, apo si ishte ai momenti kur arritet që të shpalleshit kampion? Pas fitores ishte shumë gëzim i madh, pas fishklimit së referit. Ishte gëzim i madh dhe po një orë e gjysmë kemi ndetë në sallë për gëzimit, nuk dëshim të shkojmë në klasë, t'ja vazhdojmë mësimit, atë shumë ishim të gëzuar, dhe ngritja e trofejit ishte momenti më i mirë i gjithë turneut. Mendoni që do merrni pjesë edhe vitin e ardhshëm? Po, shpresojmë edhe vitin e ardhshëm ta fitojmë përsëri. Do jetë kjo skuadra dhe ka qenë edhe kjo dhe vitin e kaluar, apo kemi ndryma? Vitin e kaluar kemi pas një nxënës tjetër, po ai për fat keq doli nga shkolla këtë vit, por na erdhi një tjetër nxënës që ishte portier, dhe ai na ndihmoi shumë në ekipin tonë se na ka shpëtuar në shumë raste. Dhe ka pas vetëm një ndryshim në ekipin. Kurse për vitin e ardhshëm shpreson të jetë ky formacioni apo ndoshta edhe si dihet edhe? Si dihet ajo, ndoshta vjen dikush tjetër në klasë, shpresoj të jetë të vi dikush edhe më i mirë. Ta shikoj ndoshta si është edhe fitoria me atë. Me që të kam këtu, sepse na je shpallur edhe lojtari i turneut, apo jo, i gjithë turneut flasim, kjo për arsye se ke dhënë më shumë t'i golla, asistime dhe po ashtu edhe më besoj edhe teknika dhe çdo gjë tjetër, po. Por je edhe lojtar siç e thekemi klubit Rabotnički, apo jo, atje çfarë pozicioni luan edhe dua të di pak mbi përvojën tënde atje? Unë në Rabotnički luaj si mesfushor defanziv ose edhe ofanziv. Aty kam luaj që 1 vjet, por para se kam luajtur për Akademinë e Futbollit Maqenis dhe kam luajtur për Federatën e Maqenis, gjithashtu edhe për Shqipërinë. Kam qenë pjesë e kombëtares. Si ishte kjo ndjenjë? Ajo ishte ndjenjë shumë e mirë. Veshja e fanelës ishte emocioni shumë i madh. Mu personalisht më shtërqet trupi, edhe shpresojmë që edhe loja tjera gjithashtu përsëri ta vesh fanelën. Është kjo ëndërrojotja që vazhdon që të vesh fanelën Kuqezi. Kuqezi është flamuri jonë edhe na vjen është një emocion i veçantë. E mban mend cila ndeshje besoj ishte apo kur më saktësisht? Ajo ishte para 2 muajve. Ishte përzgjedhje nga të gjitha vendet jashtë Shqipërisë.
dhe aty prej 150 lojtarëve, unë isha i përgjedhur në 11 më të mirë, formacionin e parë. Që do thot shumë për teknikën tënde si lojtar, apo jo është një shtysë ekstra ndoshta që të bën të vazhdosh tutja, sepse do vazhdosh të jesh një futbollist profesionist apo jo? Po, shpresojmë të mbrim majet më të mëdhaja. Për momentin luajmë për U17 apo jo, nëse nuk gaboj. Kemi ndeshje të radhës, çfarë planifikojmë të bëjmë tutje? Tash në mars fillon liga e Maqedonisë, aty shpresojmë ta fitojmë, jemi në top 5 dhe gjithashtu është kupi i Maqedonisë. Shpresojmë edhe ta fitojmë. Në vitin e kaluar ishim vendi i dytë, edhe në kupë edhe në ligë. Edhe pak na dëshproi për vitin e kaluar, por gjithsesi vendi i dytë nuk është keq. Nuk është keq, po. Nuk është keq. Po vendi i parë përsëri më i mirë. Tash pas turneut besoj shijon akoma dhe më shumë vendi i parë apo jo? Po. Vendi i parë ishte në tjetër emocion. Tjetër emocion. Çka ishte përshtypja ndoshta e klasës apo ato çfarë ndan qoftë komente apo ndjenja, emocione që ju thanë juve pas fitores ose klasës juaj? Para fitores kishte dyshime se kundërshtarët ishin viti 4 më të mëdhej se ne. Edhe mendonin se nuk do mundemi të fitojmë, po për fat mirë fitum ne, edhe gjithë shkolla na uroi fitoren. Gjithë vitet e para dyta ishin më shumë për ne se na njohin, por përsëri kishte disa që ishin edhe për vitet e 4. Sot vazhdon akoma ky gëzimi i djeshmit edhe ndoshta euforia edhe këto ndjenja kaq veçanta? Vazhdon ende, trofeun përsëri e sjellim në shkollë për gëzimin dhe për kujdestarin ton që kemi bërë krenar. Besoj edhe kontributi mes mëdhënësve dhe gjithëve atyre që janë angazhuar për turneun është shumë i vlefshëm edhe kanë bërë punë të madhe apo jo të palotshme. Po, kontributi i kujdestarëve ishte i madh, por më i madh ka qenë i profesorëve të fiskulturës. Ato kanë qenë në çdo moment aty dhe kanë bërë referimin e lojave, na kanë ndihmuar për lëndime apo për gëzim, na kanë ndihmuar të ta rregullojmë krejt turneu të shkojë mirë dhe perfekt. Që dhe siç ka shkuar apo jo, unë datë me çdo gjë të bukur, shkoj ashtu siç ishte planifikuar, edhe unë thjesht uroj që ta shijoni në vitet e ardhshme dhe po ashtu të kem sërish në studio për të biseduar mbi të tjera sukseset të tua dhe të falenderoj shumë që ke gjetë sot kohë dhe mundësinë të jesh me ne. Faleminderit edhe juve për ftesën, ju uroj gjitha të mirat. E tash të dashur, me lajme kaq të bukura dhe me një rini kaq të bukur, unë ju përshëndes edhe për sot dhe për këtë javë në përgjithësi, duke ju uruar një fundjavë sa më të këndshme dhe shihemi sërish të hënën në të njëjtën orë. Mirëmbëjtje.